sa më shumë territore, thash, përveç atyre pikave ku për arsye ligjore është e pamundur të investohet. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kukësit? Ha? Ti më dëgjon, po nuk e di jam kupton. Sepse një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët. Ku niveli i interesimit për të investuar në ato territore është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe sa herë kam ardhur atje, edhe zotrote ma kanë ngritë të problem që kemi shumë kërkesa, po s'kan letrat e tokës sepse nuk e kanë pranuar 7501. Ka 5 muaj që i kanë në dispozicion. Të gjithë instrumentat dhe ti akoma nuk e sjell hartën, që është fare e thjeshtë. S'ka asnjë shkencë. Hiq qytetin dhe gjithë territori, por jashto çfarë ka e përsëris zonë të mbrojtur me ligj, është brenda kësaj pakete. Dhe jo vetëm që duhet bërë urgjent harta, por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe të rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit.